qoftë se ne njohim mirë historinë tonë dhe kthehemi përsëri ke qenë Zoja Randa, ato rilindësit tan e dinin shumë mirë se kush ishim ne. Por dhe ato i kanë censuruar dhe gjithë që ka ardhur mas periudhës së rilindësave ka qenë gjithmonë e censuruar dhe e servitur në tavolinë nga historian, nga akademitë e huaja, nga akademitë e shteteve fshi, cilët e kanë shkruar historinë tonë, e kanë shkruar me dy duar ato dhe na kanë dhënë për ta lexuar ne, ku me bashkëfajsinë dhe komplicitetin e akademikëve tanë, nuk them të gjithë, mbase ndonjëri është edhe i shëndosh, por duhet të reagoj dhe të reflektoj duke u quar në këmbë dhe duke denoncuar gjithë faktet që kanë ndodhur në herë sot. Sepse ta përsërisë një herë, në qoftë se një shqiptar njihet pa identitet, në qoftë se një shqiptar e zhvesh nga çdo gjë e bukur që ka pasur ai shqiptar është i dedikuar për të gabuar jashtë shtetit. Sa herë që shkon jashtë shtetit ai nuk ka identitet për të mbrojtur, prandaj ai mund bëhet pre e çdo trafiku, pre e çdo gabimi. Pra ne nëse e formojmë shqiptarin me atë obdhetari që duhet, me bazë të forta logjike dhe historike, ai shqiptar nuk do të shes kurrë vendin e tij. Ai do të ketë turp dhe marrë, si thonë në Shkodër, për të korrit vendin e tij. Prandaj ne duhet që ta nxisim sot atë ringjalljen e historisë tonë të vërtet ashtu siç ishte. Okej, dhe ta njohim atë tek brezet e ri, sepse brezet e ri janë shumë ne të brezeve të rritur tashim kemi filluar dhe po orientohemi, por brezet e ri kanë nevojë absolutisht për mësim në shkolla, që ta dinë ato se kush ishte gjuha të parëve tan, ta dinë ato si shkruaj gjuha të parëve tan, pasi kemi shkrime të pafund në gjithë kontinentin tonë evropian që janë shkrime të vjetra shqiptare që përkthehen me shqipen e sotme dhe vazhdojnë sot akoma na i vjedhin, na i grabisin sepse thonë nuk është fjalori juaj, nuk është alfabeti juaj.